Data 11 korrik, Jozueu, kapitulli 14. Këto janë teritoret që bitë e Izraelit morën si trashëgimi në vendin e Kanaanit, dhe që prifti Eleazar, Jozueu, biri i Nunit dhe kryetarët e familjeve të fisëve të bijve të Izraelit u ndan atyre si trashëgimi. Trashëgimia e tyre u vendos me short ashtu siç u kishte urdhëruar Zoti me anë të Mojsiut 9 fisëve dhe gjysmës së fisit, sepse 2 fisëve të tjera dhe gjysmës së fisit Mojsiu u kishte dhënë trashëgiminë e tyre matan Jordanit. Por nuk u kishte dhënë asnjë trashëgimi Levitëve, sepse bijtë e Jozefit formonin 2 fise, atë të Manasit dhe atë të Efraimit. Levitëve nuk ju dha asnjë pjesë në vend, por vetëm disa qytete për të banuar bashkë me kullota për bagtinë e tyre dhe pasuritë që kishin. Bijtë e Izraelit vepruan ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun dhe e ndan vendin. Atëherë bijtë e Judës u paraqitën para Jozueut në Gilgal, dhe Kalebi, biri i Jefunehut, Kenizeu, i tha: Ti e di atë që Zoti i tha Mojsiut, njeriu të Perëndisë lidhur me mua dhe me ty në Kadesh Barnea. Unë isha 40 vjeç kur Mojsiu, shërbëtori i Zotit, më dërgoi në Kadesh Barnea për të vëzhguar vendin. Unë i paraqita një raport ashtu siç ma thoshte zemra. Ndërsa vëllezërit e mi që kishin ardhur me mua e shkurajuan popullin, unë ndoqa plotësisht Zotin, Perëndin tim. Atë ditë Mojsiu bëri këtë betim: Toka që ke shkelur me këmbë do të jetë trashëgimia jote dhe e bijve të tu për gjithnjë, sepse ke ndjekur plotësisht Zotin, Perëndin tim. Dhe ja tani Zoti më ka ruajtur të gjallë, siç e kishte thënë këto 45 vjet që kur Zoti i tha këto fjalë Mojsiut, ndërsa Izraeli ende në përshkret e tir. Dhe ja sot u bëra 85 vjeç. Por sot jam ende i fortë si ditën që Mojsiu më nisi. Po atë fuqi që kisha atëherë kam edhe tani, qoftë për të luftuar, qoftë për të shkuar dhe për të ardhur. Prandaj ma jep këtë mal për të cilin foli Zoti atë ditë, sepse ti vetë dëgjova atë ditë që aty ishin anakimët dhe kishte qytete të mëdha dhe të fortifikuara. Në rast se Zoti do të jetë me mua, unë do t'i të bëj ashtu si ka thënë Zoti. Atëherë Jozueu e bekoi dhe i dha si trashëgimi Hebronin Kalebit, djalit të Jefunehut. Për këtë arsye, Hebroni ka mbetur pronë e Kalebit, birit të Jefuneut Kinezeu, deri në ditën e sotme, sepse ai ka ndjekur plotësisht Zotin, Perëndin e Izraelit. Më parë Hebroni quhej Kirjath Arba. Arba pati qenë njeriu më i madh në radhët e anakimëve dhe vendi nuk pati më luftë. Jozueu, kapitulli 15. Pjesa që ju dha me short fisit të bijve të Judës sipas familjeve të tyre, shtrihej deri në kufirin e Edomit, në shkretëtirin e Cinit, në skajin jugor. Kufiri i tyre jugor fillonte në skajin e detit të kripur nga Kepi që drejtohet në jug dhe zgjatej në jug në drejtim të përpjetës së Akrabimit, kalonte në Cin, pastaj ngjitej në drejtim të Adarit dhe kthente nga ana e Karkas. Kalonte pastaj nga Aconi dhe vazhdonte deri në porruan e Egjiptit dhe mbaronte në det. Ky do të jetë, tha Jozueu, kufiri juaj në jug. Kufiri në lindje ishte deti i kripur deri në grykderdhin e Jordanit. Kufiri verior fillonte me mëngën e detit pranë grykderdhjes së Jordanit. Pastaj kufiri ngjitej në drejtim të Bethoglahut, kalonte në veri të Beth Arabahut dhe ngjitej deri në gurin e Bohanit, birit të Rubenit. Pastaj nga lugina e Akorit, kufiri ngjitej në Debir. Kthehej prapa në veri në drejtim të Gilgalit, që ndodhej përballë së përpjetës të Adumumit në jug të luginës. Pastaj kufiri kalonte në ujrat e En-Shemeshit dhe mbaronte në En-Rëguel. Kufiri mbas kësaj ngjitej nëpër luginën e birit të Hinonit deri te shpatet jugore të qytetit të Jebusejve, që është Jeruzalemi. Pastaj kufiri ngjitej deri në majën e malit, që ndodhet përballë luginës së Hinomit në perëndim, që mbetet në skajin e luginës së Refaimit në veri. Nga maja e malit, kufiri shtrihej deri në burimin e ujrave të Neftoahut, vazhdonte në drejtim të qyteteve të malit Efron dhe pastaj kthente deri në Baalah, që është Kirjathi Arimi. Nga Baalahu, kufiri kthente pastaj në perëndim të malit Seir, kalonte mbi faqen veriore të malit Iarim, që është Kesaloni, zbriste në Beth Shemesh dhe kalonte në Timah. Pastaj kufiri arrinte anën veriore të Ekronit, kthente nga Shikroni, kalonte në malin e Balaahut, shtrihej deri në Jabnel dhe mbaronte në det. Kufiri në perëndim ishte deti i madh. Këta ishin rrethëqar kufit e bijve të Judës sipas familjeve të tyre. Kalebit, birit të Jefunehut, Jozueu i dha një pjesë në mes të bijve të Judës
ashtu siç e kishte porositur Zoti. Kirjath Arba, që është Hebroni, Arba ishte ati i Anakut. Dhe Kalebi dëboi që andej 3 djemë të Anakut, Sheshain, Ahimain dhe Talmain, pasardhës të Anakut, që këteja i ngrit kundër banorëve të Debirit, që më parë quhej Kirjath Sefer. Dhe Kalebi tha: "Ati që do të sulmoj Kirjath Seferin dhe do ta shtjerë në dorë, unë do t'ja përgrua vajzën time Aksah." Atëherë Othnieli, biri Kenazit, vëllai i Kalebit, e shtiu në dorë dhe Kalebi i dha për grua bijen e tij Aksah. Kur ajo erdhi të banoj me të, i mbushi mendjen Othnielit t'i kërkonte atit të saj një fush. Atëherë ajo zbriti nga gomari dhe Kalebi i tha: "Çfarë do?" Ajo u përgjigj: "Më bëj një dhuratë. Pasi më ke dhënë tokë në Negev, më jep edhe burime ujore." Kështu ai dhuroi burimet e sipërme dhe burimet e poshtme. Kjo që trashëgimia e fisit të bijve të Judës, sipas familjeve të tyre. Qytetet e vendosura në skajin e fisit të bijve të Judës në drejtim të kufirit të Edomit në Negev ishin Kabceli, Ederi dhe Jaguri, Kinahu, Dimonahu, Adadahu, Kadeshi, Hatsori, Ithnami, Zifi, Telemi, Bealothi, Hatsor Hadatahu, Kerjoth Hecroni, do me thënë në Hatsori, Amami, Shema, Moladahu, Hatsar Gadahu, Heshmoni, Beth Peleti, Hatsar Shuali, Bersheba, Bizjothjahu, Bala, Iimi, Ecemi, Eltoladi, Kesili, Hormahu, Ciklagu, Madmanahu, Sansanahu, Lebaothi, Shilhimi, Aini, Rimoni, gjithsej 29 qytete me fshatrat e tyre. Në ultësirë e Asholi, Coreahu, Ashnahu, Zanoahu, Enganimi, Tapuahu, Enami, Jarmuthi, Adulami, Sosohu, Azekahu, Sharaimi, Adithaimi, Gederahu dhe Gederothaimi, 14 qytete me gjithë fshatrat e tyre. Cenani, Hadashahu, Migdalgadi, Dileani, Micpahu, Joktheli, Lakishi, Bokskathi, Egloni, Kaboni, Lahmasi, Kitlishi, Gederothi, Bethdagoni, Namaho dhe Makedahu, 16 qytete me gjithë fshatrat e tyre. Libnahu, Etheri, Ashani, Iftahu, Ashna, Necibi, Keljahu, Akzibi dhe Mareshahu, 9 qytete me fshatrat e tyre. Ekroni me qytetet e fshatrat e tij. Nga Ekroni deri në det, çdo gjë ishte afër Ashdodit me fshatrat e tyre. Ashdoti me gjithë qytetet e fshatrat e tij. Gaza me qytetet dhe fshatrat e tij deri në përrojën e Egjiptit dhe në detin e madh me bregun e tij. Në zonën malore, Shanoiri, Jatiri dhe Sokohu, Danahu, Kirjat Sanahu, do me thonë Debiri, Anabi, Estemothi, Animi, Gosheni, Holoni dhe Gilohu, 11 qytete bashkë me fshatrat e tyre. Arabi, Dumahu, Esheani, Janumi, Beth Tapuahu, Afekahu, Humtahu, Kirjath Arba, do me thënë Hebroni dhe Ciori, 9 qytete me gjithë fshatrat e tyre. Maoni, Karmeli, Zifi dhe Jutahu, Jizreeli, Jogdeami, Zanoahu, Kaini, Gibeahu dhe Timnahu, 10 qytete me fshatrat e tyre. Halhuli, Bethsuri, Gedori, Marathi, Bethanothi dhe Eltekoni, 6 qytete me fshatrat e tyre. Kirjath Bal, do me thënë Kirjath Jarimi dhe Rabahu, 2 qytete bashkë me fshatrat e tyre. Në shkretetir, Betharabahu, Midini, Sekakahu, Nishbani, qyteti i Kripës dhe Engedi, 6 qytete me fshatrat e tyre. Për sa u përket Jebusejve që banonin në Jeruzalem, bijtë e Judës nuk mundën t'i dëbojnë, kështu që Jebusejt kanë banuar në Jeruzalem bashkë me bijtë e Judës deri në ditën e sotme. Psalmi 146. Haleluja, shpirti im lëvdo Zotin. Unë do ta lëvdoj Zotin derisa të kemi jetë. Do të këndoj lavde për Perëndin tim gjatë gjithë jetës sime. Mos kini besim te princat dhe as të ndonjë bir njeriu që nuk mund të shpëtojë. Kur frymat i ikën, ai kthehet përsëri në tokë dhe pa të ditë planet e tij zhduken. Luma ai që ka Perëndinë e Jakobit si ndim, shpresa e cilit është tek Zoti, Perëndia i tij që ka krijuar qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka është në to, që ruan besnikrin për jetë, që u jep të drejtë të shtypërve dhe ushqim të uriturve. Zoti që liron të burgosurit. Zoti u hap sy të verbërve. Zoti ngre ata që janë rrëzuar. Zoti i do të drejtët. Zoti mbron të huajt, ndihmon jetimin dhe gruan e vet, por përmbys udhën e të pabezëve. Zoti mbretëron për jetë.
Perëndia yt o Sion brez pas brezi. Haleluja. Psalmi 147. Lëvdoni Zotin, sepse është një gjë e mirë t'i këndosh lavdë e Perëndisë tonë, sepse është e kënaqshme dhe e leverdisshme ta lëvdosh. Zoti ndërton Jeruzalemin dhe mbledh të humburit e Izraelit. Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre. Llogarit numrin e hyjeve dhe i therret të gjithë sipas emrit të tyre. I madh është Zoti ynë, e pamas është fuqia e tij dhe e pafund zgjuarësia e tij. Zoti larton njerëzit e përulur për ul deri në tokë njerëzit e këqij. Këndojeni Zotit me falënderim, këndojeni me qesë të lavdë e Perëndisë tonë që mbulon qiellin me re, përgatit shiun për tokën dhe bën që të rritet bari në male. Ai jep ushqim bagtisë dhe zogjve dhe korbave që tharrasin. Ai nuk kënaqet në forcën e kalit dhe nuk gjen ndonjë gëzim në këmbët e njeriut. Zoti kënaqet me ata që kanë frikë prej tij, me ata që shpresojnë në mirësinë e tij. Lëvdo Zotin, o Jeruzalem, kremto Perëndin tënde, o Sion, sepse ai ka përforcuar shufrat e portave të tua dhe ka bekuar bitet tu në mes teje. Ai e ruan paqen brenda kufive të tu dhe të ngop me grurin më të mirë. Dërgon mbi tokë urdhrin e tij, fjala e tij merr dheun. Dërgon borën si lesh dhe përhap brymën si hi. Hedh breshërin e tij si me copa, kush mund t'i bëj ballë të ftohtit të tij? Dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato, bën që të fryj era e tij dhe ujërat të rrjedhin. Ai ja ka bërë të njohur Jakobit fjalën e tij dhe Izraelit statutet e tij dhe dekretet e tij. Ai nuk e ka bërë këtë me asnjë kom tjetër, dhe ato nuk i njohin dekretet e tij. Haleluja. Jeremia, kapitulli 7. Kjo është fjala që u drejtua Jeremias nga ana e Zotit duke thënë: Ndalu te portat e shtëpisë së Zotit, dhe aty shpall këto fjalë duke thënë: Dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë të Judës që hyni nëpër këto porta për të rënë përmbys përpara Zotit. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ndrejshni rrugët dhe veprimet tuaja, dhe unë do të bëj që të banoni në këtë vend. Mos u besoni fjalëve mashtruese duke thënë: Ky është tempulli i Zotit, tempulli i Zotit, tempulli i Zotit. Në rast se ndrejshni plotësisht rrugët dhe veprimet tuaja, në rast se e zbatoni me të vërtetë drejtësinë njëri ndaj tjetrit, në rast se nuk shtypni të huajin, jetimin dhe gruan e vet, nuk derdhni gjak të pafajshëm në këtë vend dhe nuk adhuroni perëndi të tjera në dëmin tuaj, atëherë do të bëj që të banoni në këtë vend, në vendin që u dhash etërve tuaj prej shumë kohësh dhe përgjithënjë. Ja, ju besoni fjalëve mashtruese, nga të cilat s'keni fare dobi. Kështu ju vidhni, vrisni, shkelni kurorën, betoheni për të rremen, i digjni temjan balit dhe u shkoni pas perëndive të tjera që më parë nuk i njihnit. Dhe pastaj vini të paraqiteni përpara meje në këtë tempull që mban emrin tim dhe thoni: Kemi shpëtuar. Pastaj kryeni tërë këto veprimet neveritshme. Ky tempull i cili mban emrin tim mos është vallë në sytë tuaj një qerr dhe hajdutësh? Ja, unë e pash këtë, thot Zoti. Por shkoni tani në vendin tim që ishte në Shiloh, të cilin në fillim i kisha vënë emrin tim, dhe shikoni çfarë kam bërë aty për shkak të ligësisë së popullit tim Izrael. Dhe tani meqense keni kryer tërë këto gjëra, thot Zoti, meqense kur ju kam folur me urgjencë dhe ngulmim nuk më keni dëgjuar, dhe kur ju kam thirrur nuk më jeni përgjigjur, unë do të veproj me këtë tempull, në të cilin përmendet emri im dhe në të cilin keni besim, me këtë vend që u dhash juve dhe etërve tuaj ashtu si bëra në Shiloh, dhe do t'ju dëboj nga prania ime ashtu si dëbova tërë vëllezrit tuaj, tërë pasardhësit e Efraimit. Prandaj mos ndërhy për këtë popull. Mos lësho për ta asnjë britmë ose lutje, dhe mos ngul këmbë para meje se nuk do të kënaq. A nuk shikon çfarë po bëjnë në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit? Bit mbledhin drut, etrit ndezin zjarrin dhe gratë mbrujnë mielin për të përgatitur kulaç për mbretëreshën e qiellit. Dhe pastaj u bëjnë libacione perëndive të tjera për të më zemëruar mua, por am ngacmojnë me të vërtetë, thot Zoti, ose më mirë veten e tyre për turpin e tyre. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, ja zemërimi im, tërbimi im do të mbjerë mbi këtë vend, mbi njerëzit e kafshët, mbi drurët e fushës dhe mbi frytet e tokës, dhe do të djeg pa ushuar. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit. Shtojni holokaustet tuaja, sakrificave tuaja dhe hani mishin e tyre, sepse unë nuk u fola etërve tuaj dhe nuk u dhash atyre asnjë urdhër kur bëra që të dalin nga vendi i Egjiptit për sa u përket holokausteve dhe flimeve, por këtë urdhër u dhash: Dëgjoni zërin tim dhe unë do të jem Perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli im. Ecni në të gjitha rrugët që ju kam urdhëruar që të jeni të lumtur. Por ata nuk dëgjuan,
as ma vun veshin, por ecën sipas këshillave dhe krenaçësisë së zemrës së tyre të keqe, dhe shkuan prapa dhe jo përpara. Nga dita në të cilën etrit tuaj dolën nga vendi i Egjiptit e deri më sot, ju kam dërguar tërë shërbëtorët e mi, profetët çdo ditë me urgjencë dhe ngulmim. Por ata nuk më kanë dëgjuar, as ma vun veshin, por e forcuan zverkun e tyre dhe u sollën më keq se etrit e tyre. Prandaj ti do të thuash atyre tërë këto gjëra, por ata nuk do të dëgjojnë. Do t'i therrasësh, por nuk do të përgjigjen. Kështu do të thuash atyre: ky është kombi që nuk dëgjon zërin e Zotit Perëndisë së tij dhe as pranon korrigjimin. E vërteta është zhdukur dhe është eliminuar nga goja e tyre. Priti flokët dhe hidhi tutje. Nise vajtimi mbi lartësitë, sepse Zoti ka hedhur poshtë dhe ka braktisur brezin e zemërimit të tij. Bijtë e Judës si kanë bërë atë që është e keqe për sytë e mi, thot Zoti. Kanë vendosur veprimet e tyre të neveritshme në tempullin ku përmendet emri im për ta ndotur. Kanë ndërtuar vendet e larta të Tofetit, që është në luginin e birit e Hinomit, për të djegur në zjarr bijtë e tyre dhe bijat e tyre, gjë që nuk e kisha urdhëruar dhe që nuk më kishte shkuar kurrë në mendje. Prandaj ja, vin ditët, thot Zoti, në të cilat nuk do të quhet më Tofet, as lugina e birit të Hinomit, por lugina e masakrës, dhe do të varrosen të vdekurit në Tofet, sepse nuk do të ketë vend gjetiu. Kufomat e këtij populli do të bëhen kështu ushqim për shpendet e qiellit dhe për kafshët e tokës dhe askush nuk do t'i tremb. Do të bëj që të pushojë në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit britmat e ngazëllimit dhe britmat e gëzimit, zëri dhe ëndri dhe zëri nuses, sepse vendi do të bëhet shkretim. Mateo, kapitulli 21. Dhe kur ju afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, te mali i Ullinjve, atëherë Jezusi dërgoi 2 dishepuj, duke u thënë atyre: shkoni në fshatin që ndodhet përballë jush, dhe do të gjeni menjëherë një gomare të lidhur dhe një pulisht me të. Zgjidhini dhe misillni. Dhe nëse dikush ju thot gjë, thoni se Zoti ka nevojë për to, por do t'i kthej menjëherë. Por gjithë kjo ndodhi për të përmbushur ç'ishte thënë nga profeti që thotë: i thoni bijes së Sionit, ja po të vjen mbreti yt, zemërbut dhe hipur mbi një gomare, madje një pulisht, pjell dhe një kafshë barre. Dhe dishepujt shkuan dhe vepruan ashtu si i urdhëroi Jezusi. Sollën gomaren dhe pulishtin dhe shtruan mbi to rrobat e tyre dhe ai hipi. Dhe një turme shumë e madhe shtruan rrobat e veta në rrugë, ndërsa të tjerë koputnin deg nga pemët dhe i shtronin në rrugë. Por turma që paraprinin dhe ato që e ndiqnin brohoritnin duke thënë: Hosana birit të Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet më të larta. Dhe kur hyrin ai në Jeruzalem, gjithë qyteti u ngrit në këmbë dhe tha: kush është ky? Dhe turmat thoshin: ky është Jezusi, profeti nga Nazareti i Galiles. Dhe Jezusi hyri në tempullin e Perëndis. I dëboi të gjithë ata që shisnin dhe blinin në tempull dhe përmbysi tryezat e këmbyesve të parave dhe ndencjet e shitësve të pëllumbave. Dhe u tha atyre: është shkruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje, por ju e këtë shpellë kusarësh. Dhe ju afruan atij të verbër dhe të qalën tempull, dhe ai shëroi. Por kryepriftrin dhe skribët, kur pan mrekullitë që ai kishte bërë dhe fëmijët që brohoritnin në tempull duke thënë: Hosana birit të Davidit, u indinjuan dhe i thanë: apo dëgjon çfarë thon këta? Por Jezusi u tha atyre: po, a nuk keni lexuar kurrë nga gojat e vegjelve dhe foshnjave në gji ti ke përgatitur lavdi? Dhe sila ata doli nga qyteti për në Betani dhe atje kaloi natën. Por në mëngjes, kur po kthehej në qytet, e mori uria. Dhe gjatë rrugës pa një fik dhe ju afrua, por nuk gjeti asgjë në të përveç gjetheve dhe i tha: mos u bëf më fryt prej teje për jetë. Dhe fiku u tha menjëherë. Dhe kur e pan këtë, dishepujt u çuditën dhe thanë: qysh u tha fiku në çast? Por Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: në të vërtetë ju them që po të keni besim dhe të mos dyshoni, do të bëni jo vetëm atë që ju bë fikut, por edhe nëse i thoni këtij mali hiqu andej dhe hidhu në det, atëherë do të bëhet. Dhe gjithçka të kërkoni në lutje duke besuar, do ta merrni. Kur erdhi në tempull, kryepriftrin dhe pleqtë e popullit ju afruan ndërsa jepte mësim dhe i thanë: me ç'pushtet i bën këto gjëra? Dhe kush të ka dhënë këtë pushtet? Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: edhe unë do t'ju bëj një pyetje, dhe në qoftë se do të më përgjigjeni, edhe unë do t'ju them se me ç'pushtet i bëj këto gjëra.
Pagëzimi i Gjonit nga ishte? Nga qielli apo nga njerëzit? Dhe ata arsyetonin midis tyre duke thënë: po t'i themi nga qielli, do të na thotë, përse atëherë nuk i besuat? Por në qoftë se i themi nga njerëzit, kemi frikë nga turma, sepse të gjithë e mbajnë Gjonin për profet. Dhe ju përgjigjen Jezusit duke thënë: nuk e dim. Atëherë ai u tha atyre: as unë nuk do t'ju them me ç'pushteti bëj këto gjëra. Por ju ç'mendoni? Një njeri kishte 2 bij. Dhe duke ju ofruar të parit tha: bir, shko sot të punosh në vreshtin tim. Por ai u përgjigj dhe tha: nuk dua. Por më vonë i penduar shkoi. Dhe ju ofrua të dytit dhe i tha të njëjtën gjë. Dhe ai u përgjigj dhe tha: po im Zot, por nuk shkoi. Cili nga të dy e kreu vullnetin e të atit? Ata i thanë: i pari. Jezusi u tha atyre: në të vërtetë ju them se ta grambleësit dhe kurvat shkojnë para jush në mbretërinë e Perëndisë. Sepse Gjoni erdhi tek ju në rrugën e drejtësisë dhe ju nuk i besuat, ndërsa ta grambleësit dhe kurvat i besuan. Por ju, pasi këto gjëra, nuk u penduat pastaj për t'i besuar. Dëgjoni një shëmbëltyr tjetër. Ishte një far zot shtëpie, i cili mbolli një vresht dhe e rrethoi atë me gardh dhe gërmoi në të një vend për shtrydhsen e rrushit dhe ndërtoi një kull dhe u abesoi disa vreshtarëve dhe u nis në vend të huaj. Dhe kur u afrua koha e vjelave, ai dërgoi shërbëtorët e vet të vreshtarët për të marrë frutat e tij. Dhe vreshtarët i kapën shërbëtorët e tij, njërin e rrahën dhe një tjetër e vran dhe një tjetër e vran me gur. Përsëri ai dërgoi shërbëtorë të tjerë, më shumë se të parët, dhe këta vreshtarët i trajtuan në të njëjtën mënyrë. Por në fund ai dërgoi atyre birin e vet, duke thënë: do t'ju vi turp nga një bir. Por vreshtarët kur e pan të birin i tha njëri tjetrit: ky është trashëgimtari. Ejani ta vrasim dhe ta përvetsojmë trashëgimin e tij. Dhe e kapën, e nxorën jashtë nga vreshti dhe e vran. Kur të vi pra Zoti i vreshtit, çfarë do t'ju bëj këtyre vreshtarëve? Ata i thanë: ai do t'i vras keqas ata të këqinj dhe do t'u abesoj vreshtin vreshtarëve të tjerë, të cilët do t'ja japin frutat në kohën e vet. Jezusi u tha atyre: a nuk keni lexuar kurrë në shkrime? Guri që ndërtuesit e hodhën poshtë, ai u bë guri qoshes? Nga Zoti u bë kjo dhe është e mrekullueshme në sytë tanë. Prandaj po ju them se juve do t'ju hiqet mbretëria e Perëndisë dhe do t'i jepet një kombi që do t'i jap fryt. Dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur do të bëhet cop, por ai mbi të cilin do të bjerë ai do ta thërmoj. Dhe kryepriftërinë dhe farisejt, kur i dëgjuan shëmbëltyrat e tij, e kuptuan se po fliste për ta, dhe kërkonin ta kapnin, por kishin frikë nga turmat sepse e mbanin si profet.